Miq të emisionit Koha Shtesë, rikthehemi sot për bërë intervistë ndryshe, një intervistë por me bazën e njëjtë. Do të flasim për kombëtaren, do të flasim për legionarët shqiptar dhe sigurisht për ndeshjen Shqipëri-Poloni. Do të jemi sot me një ftuar shumë special, me një specialist futbolli, me Edmond Hidën. Edmond, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Si ndihesh para këtij takimi? Shumë emocione besoj. Të gjithë shqiptarët presim me emocion të ndeshjem me Polonin, sepse për herë të parë që jemi në kualifikuesit e botrorit, pra ëndra për botror është shumë pranë. Dhe të gjithë shpresojmë domosdoshmë që të arrijmë këtë ëndër, pra të ecim para dhe të arrijmë këtë ëndër që e presim prej shumë vitesh. Jemi gjithkohon duke dëgjuar si thua me sy dhe me vesh, domethënë ke televizore, ke lajmet që të presim se çfarë ndodh me lojtarët e kombëtares, ata që priten të përfaqësojnë ngjyrat e kombëtares. Dhe sot jo më larg dëgjova një lajm të mirë, domethënë një lajm I mirë ishte që Broja rikthehet në fushë. Ka luajtur 5 minuta ndeshja e fundit. 8 minuta, 5 minuta pa rëndësi ka, por që rikthimi është një lajm I mirë për kombëtarën, meqense të gjithë shpeshherë fokusohemi ke Broja, fokusohemi ke sulmi, pra ke pjesa pika më e dobët e duhet që të japim në një lajm ekskluziv Mondi, sepse sa I përket listës së kombëtares. Gjithë vëmendja tani është pjesa e listës, kush do të jenë emrat, kush do të mungojë, kush do të luajë Shqipëria, dhe do të japim një lajm ekskluziv për faktin që deri tani në këtë moment që ne flasim të dy, askush nga lojtarët e Shqipërisë nuk e ka një ftesë për ndeshjen me Polonin. Ftesa do të dërgohen në datën 20 mars, pra do të dërgohen në ditën e premte. Më pas Elvinjo do të dalë me konferencën zyrtare dhe me listën në ditën e hënë, ku do të publikohet e gjithë lista për ndeshjen Shqipëri-Poloni. Pra, aktualisht jo vetëm Ernest Muçi, I cili është qendra krye vëmendja e tifozëve shqiptar, por asnjë lojtar tjetër I Shqipërisë nuk e ka marrë ftesën për të ndeshur gati me Polonin. Kjo I ka futur frikën me çfarë un kam lexuar dhe kam kuptuar dhe nga bisedat që kam pasur me futbollistët, I ka futur shumë frikën lojtarëve të Shqipërisë, sepse të gjithë janë me atë ndjenjën e ankthit që a do të jenë ata aty, a do të luajnë kundër Polonisë, a do ta kenë ftesën, askush nuk e ka vendin e sigurt. Dhe këtu flas jo vetëm për lojtarët e rinj, por edhe për ata lojtarë të cilët kanë atë stofin e titullarit, paktën në sytë e publikut. Si të duket ky vendim I Silvinjës për ta spostuar kaq shumë larg pjesën e listës, sepse më para e merrnin shumë më herët vesh se kush do të ishte. Në fakt mendoj që kjo ndoshta mund të jetë një strategji e trajnerit. Besoj jo pa qëllim është bërë në këtë formë, pra jo pa qëllim ka zgjedhur këtë formë, një lloj publikimi shumë të përafërt, pra me ditë shumë të afërta, ndërkohë që më parë këto kontakte dhe këto gjëra përfliteshin shumë më parë dhe ishin pak a shumë të ditura. Pra mendoj që ka bërë një strategji duke menduar në një arsye të tillë që pse duhet ta bëj në këtë formë. Por ajo që është e rëndësishme dhe që mendoj që duhet ndikoj pozitivisht është që të gjithë lojtarët duhet të jenë të gatshëm në momentin e ardhjes së mesazhit. I mban kjo më të karikuar lojtarët deri në fund. Kjo mban të karikuar, por mund të jetë them strategjike sepse ndoshta ka të bëjë edhe me prezencat e të gjithë lojtarëve në atje ku luajnë. Pra ai ndoshta do të jetë shumë I kujdesshëm, meqense kjo është ndeshje shumë delikate dhe do të jetë shumë I matur në atë që në atë vendim që do marrë dhe ndoshta jo më kot e ka lënë për në orët e fundit. Pra themi është një vendim I orëve të fundit. E di çfarë më bën përshtypje sepse edhe në Evropianin e fundit që ne kemi luajtur, mbaj mend që Mario Mite ka dhënë një intervistë në Media Greke. Dhe ai është shprehur që isha me shumë frikë tha nëse do isha apo jo aty në Evropian tha, dhe kur e mësova lajmin tha kam gëzuar dhe kam festuar si fëmijë. Pra, edhe pse Mario Mite është një nga ato emra të cilat ka qenë jo vetëm më të spikatur, por ka qenë heroi I Shqipërisë në një farë mënyre, dhe ai e kishte frikën që do të ishte apo jo në atë Shqipërinë Evropian. Çfarë tregon kjo në vetvete për Silvinjon? Pra, askush nuk jo vetëm që s'e ka vendin e sigurt, po duket sigurisht si më thënë I pa konfirmuar të Silvinjo. Ka të frikën se si mund të ndryshojë ky trajner. Çfarë tregon kjo për trajnerin? Është pikë e fortë e tij apo unë mendoj që është një strategji e zgjedhur prej Silvinjos, sepse nuk është se Silvinjo për shembull në momentin që do ta shfaqë këtë listën do bëj një rokad, pra një ndrim të gjithë lojtarëve, do marrë të gjithë lojtarët të tjerë, pak a shumë, domethënë bërthama do të jetë pa jo dhe pa diskutueshme, madje jo vetëm në thirrjen në lojtarët që do thirren, por mendoj që edhe ke loja ai s'ka për të ndryshuar dhe nuk ka për të dalë shumë nga skema dhe nga lojtarët që ai ka të preferuar dhe të cilëve ju beson. Por kjo, thash, mund të jetë thjesht një strategji sa I përket aspektit emocional, aspektit të përfshirjes, domethënë të emocioneve të lojtarëve, në mënyra se si ta përjetojnë, se si ta presin dhe se si do të karikohen për këtë ndeshje dhe në momentin që do thirren. Pra mendoj që është thjesht një strategji dhe nuk është Okej, po punën e Silvinjos si mund ta vlerësojmë, sepse janë
dy mënyra se si ndahen nga ana njerëzve. Ka disa cilët mendojnë që Silvinho ka marrë maksimumin e mundshëm te kjo Shqipëri, duke përmendur këtu faktin që në dy kualifikuese, në dy faza kualifikuese që ne kemi kaluar, një herë Shqipëria ka dalë në vendin e parë dhe një herë ka dalë në vendin e dytë. Në Europian vendin e parë dhe në botror vendin e dytë. Pra në të dyja rastet ka qenë një arritje historike për Shqipërinë, sepse nuk është marrë parë. Ndërkohë ka shumë tjerë cilët kanë ato pikpyetjet e tyre në lidhje me lojtarë të caktuar dhe në lidhje me mënyrën se si Silvinho po kërkon që të luajë duke mos guxuar maksimalisht. Në këndvështrimin tënd, si mund ta vlerësoj punën e Silvinhos? Atëherë mendoj që Silvinho, duke u bazuar në ato që tham, pra në këto arritje që ai ka bërë, domethënë që për Europianin që edhe për këtë të botrorit, mendoj që duhet vlerësuar maksimalisht. Pra ka bërë për mua personalisht ka bërë një punë shumë të mirë. Në të gjithë mënyrën se si kanë shkuar gjërat, por për mua puna e tij është shumë e mirë, shumë e vlerësuar. Por duhet bëj një paralelizëm. Shpesh na ndodh, po e marr, ndoshta nuk është i njëjti dhe për të bërë tamam fiks, si thua, shumë herë na ndodh që një trajner, po themi, merret në kadrinë e parë, e ngjit me të gjitha rezultatet më të mundshme, e ngjit në Super League, dhe çfarë ndodh? Deri në momentin pa filluar kampionati, ai është heroi i ekipit, i kësaj skuadre. Sepse thonë na ngjiti me këto rezultate, na solli deri këtu, domethënë dhe është heroi. Në momentin që fillon ose 2 javë pa filluar kampionati, papritur ndrohet trajneri. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh sepse pritshmëria rritet. Edhe kjo ndodh qoftë me tifozërinë, qoftë edhe me drejtuesin. Pra ti thua që ka ngritur stekën shumë lart Silvinho tani dhe po kërkojmë pak më shumë nga çdo. Jo, ai ka bërë detyrën e vet për cilën i kërkua. Edhe fakti që rritja e stekës do të thotë që neve s'mund të pretendojmë thjesht tani duhet jemi thjesht me atë të ngelemi që ne duam vetëm Europianin dhe jemi në rregull. Pra ne si tifozëri, po e quaj, e kemi rritur stekën. Dhe ne kërkojmë botrorin. Ne kërkojmë një trajner që na japi botrorin. A ka ardhur një moment ku tifozët e Shqipërisë nuk kënaqen thjesht me fitoren, me rezultatin, po duan dhe lojën e bukur? E shikon këtë në mënyrën se si e komentojnë edhe pjesa e tifozëve, të cilët mund të jetë miqtë tu apo njerëz tjerë? Për sa i përket tifozërisë, unë do të them që dhe tifozëritë kombëtareve më të mëdha, që kanë rezultatet më të mira, po ti shikosh komentet edhe to gjithmonë ka njerëz që kritikojnë, gjithmonë ka njerëz që kërkojnë më shumë dhe mund të jetë edhe normale, gjithsecili ka mendimin e vet, botkuptimin e vet, mënyrën si e sheh sportin, domosdoshmë është normale. Por që ti jemi realist, por një trajner, nëse do vlerësojmë një trajner, atëherë ti do bësh një cin mace, cili ishte objektivi, u arrit, s'u arrit. Nëse ti e ke pas objektiv botrorin, për ta arritur me patjetër, atëherë mund t'i thuash shumë mirë, nuk e arrite, nëse neve nuk do kualifikohemi. Nëse ne kualifikohemi, atëherë do t'i thuash bravo të qoftë, e vazhdojmë. Pra, për mua është shumë e varur, po themi, jo karriera, po dhe vazhdueshmëria e Silvinhos, varet shumë nga këto dy ndeshje. Por nuk do doja thoja që duhet jetë thelbësore, edhe duhet jetë patjetër e bazuar në këto dy ndeshje. Por kam përshtypjen që do shkojë ke rezultati këtyre dy ndeshjeve, pra i Polonisë. Shikoj Mondi, shumë njerëz thonë që, okay, Shqipëria nuk e meriton Silvinhon, meriton një trajner tjetër. Unë fakt jam i mendimit të kundërt dhe dua që ta ndaj edhe këtë opinion me ty. Unë mendoj se Silvinho nuk e meriton Shqipërinë. Pra një trajner i cili ka kapur rezultatet maksimale, një trajner i cili siç e thash më parë ka bërë 2 arritje historike në 2 faza kualifikuese me Shqipërinë. Ideja është edhe sikur të plotësoheshin dëshirat e tifozëve, çfarë mund merrte Shqipëria më shumë se sa kaq është pyetja. Është Ernest Muçi në një superform, është Anis Mehmeti në një superform. Pyetja është, nëse të dy këta lojtarë do të ishin në ndeshjen me Anglinë, a mendon vërtet se Shqipëria mund ta kishte kaluar Anglinë nëse do të luante Ernest Muçi apo Anis Mehmeti? Pra ti kërkon nga dikush diçka që mund ta bëjë një arritje tjetër që ai ty ta hoqë në zgjedhjen që bëri. Po në këtë rast ai ka marrë maksimumin e gjës. Pra, nëse ti kritikon Silvinhon për të fazë kualifikuese, ishte Anglia vendi i parë dhe ti ishe vendi i dytë. Nëse do luante Muçi, nëse do luante Mehmeti apo lojtarë të tjerë, çfarë do bënte më shumë Shqipëria se sa kaq sa bëri? Prandaj mendoj se ndonjëherë edhe kritikat për këtë trajner, kritikat janë gjithmonë të shëndetshme, asnjë trajner nuk është perfekt. Edhe Pep Guardiola gabon, jo më Silvinho. Por që ndonjëherë edhe teprohet gjëja. Të gjithë gabojnë, por në fund ti matesh me rezultat. Ti si trajner kur paguhesh, matesh mbas rezultateve. Do të marrësh kaq pikë, do të marrësh aq pikë. Silvinho kishte objektiv vendin e dytë dhe arriti vendin e dytë. Edhe në një moment ku askush nuk besoi, pas atij barazimi zhgënjyes me Letoninë, të gjithë vendosën mbas që kaq këtu mori fund. Mbaj mend atëre kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka ka dalë me një publikim në rrjetet sociale ku njoftoi që, okay, tha, tani do bëjmë një mbledhje dhe nga tani gjëja do ndryshojë. Dhe Shqipëria aty si me magji mori pikët maksimale.
nuk e di se çfarë ka ndodhur në atë takim mes Dukës dhe Silvinjos, por di që Shqipëria mori pikët maksimale duke fituar me Serbinë, duke fituar ndeshjen me Andorrën, pra duke bërë maksimumin e gjës. Nuk e di, për të pjesën e kritikave apo të gjërave si duket kjo pjesë, a duket aty paksa e tepruar? Unë thash në analizën që bëra më parë, domethënë që jo të gjitha kritikat janë të shëndetshme sepse i shërbejnë janë për mirë në kuptimin të motivojnë, kërkojnë diçka më shumë. Pra kur kërkojnë diçka më shumë është normal dhe është pozitive. Pastaj si sa të bazuara janë, ajo është për tu analizuar. Sepse e tham që kritikat mund të jenë edhe me kërku diçka të paarritshme. Ashtu siç the ti, nuk është se po të luante Enes Muçi apo Anis Mehmeti nuk mund të pretendosh. Ne do mundim në Anglin. Pra, jemi realist. Por këto janë gjëra për të cilët gjithmonë ka detaje. Në futbolli prandaj është i bukur sepse gjithmonë ka detaje shumë për të. Edhe hipoteza që po sikur të ndodhte kjo, sikur ndodhte ajo, nuk di. Edhe njëta gjë do të ngjelet edhe në rastin konkret në ndeshjen me Poloninë. Ne do të diskutojmë gjithkohon. Erdhi Ernest Muçi, luajti, po kishte luajtur, po kishte ardhur dhe Anis Mehmeti, po të luante edhe Anis Mehmeti, po të luante Brosha. Por futbolli Mondi, po sikur, pra vazhdo me po sikur me hipotezën tonë, po sikur Ernest Muçi të ishte turk. Sa do të ishte vlera e tij ndër sipas teje? Atëherë, dy gjëra ndryshojnë. E para e kombësia, pra nëse ai do kishte kombësi. Do kishte tjetër vlerë, do kishte tjetër flamur pas vetes. Dhe e dyta është edhe ku do të shitet. Sepse nëse do të shitet në një kampionat që nuk ka shumë nivel dhe nuk ka shumë të ardhura, normal që vlera do të ishte më e Jo, po flas për vlerën në bazë të transfermarkt, që ti merr një farë mesatare. Nëse Ernest Muçi do flitet ashtu siç është përfolur, që është kërkuar nga disa klube angleze, normal që vlera e tij do jetë shumë Po beson, shko, po të kishte flamur tjetër, do kishte vlerë tjetër, besoj. Po, patjetër. Sa do të ishte vlera atij nëse ai sot vlen 10 milionë euro me flamur shqiptar mbrapa? Me flamur shqiptar domethënë ka këtë vlerë, ndërsa nëse do të jetë meqense pyetjen e bëre me flamur turk, do të them që do të shkonte ke 30 milionë euro, pra ekipet nëse do kërkojë gjithmonë nga ekipet angleze, Nga ekipet angleze. Sepse nëse do flasim për nga një ekip turk, sepse një ekip turk do ishte njëjta vlerë. Kjo e ka dhënë domethënie sepse Turqia ka një traditë në nxjerrjen e lojtarëve, janë të provuar. Kështu që dhe vlera e tyre rritet akoma më shumë. Është njësoj si një lojtar shqiptar, i cili shkon në një klub të caktuar dhe më pas kur ai bën sukses atje, ai klub tërheq gjithmonë më shumë shqiptar. Kjo ka ndodhur në shumë klube në Rumani, edhe në shumë vende të tjera. Rasti Muçit është tepër konkret, ëh? Po, edhe te Lega Varshavës. Ai përket rritjes kartonit, vlerës së rritjes kartonit. Edhe plus edhe te Lega Varshavës pasi Muçi bëri sukses, aty pasuan edhe disa futbollistë tjerë, i japi vendin edhe futbollistëve të tjerë. Kështu që ne ngelemi te Muçi, ti thua do të kishte vlerën në 30 milionë eurove. Silvinjo ka bërë një tur para ndeshjes me Poloninë, ka takuar disa futbollistë, i ka parë ata nga stadiumi, ka shkuar në Turqi. Ka ndjekur Kristian Asllani, ka ndjekur Ernest Muçin, ka ndjekur dhe Qezim Laçin. Është thënë që Silvinjo nuk e ka takuar Ernest Muçin, nuk ka pasur një takim me Ernest Muçin, thjesht e ka ndjekur atë nga stadiumi. Në këndvështrimin tënd të parë, çfarë na kupton kjo? Çfarë tregon kjo? Në fakt kjo, ashtu si e lexoj unë, domethënë të shkosh deri në Turqi, ta shikosh lojtarin dhe të mos e takosh, për mua është një sinjal që do të thotë nëse e interpretojmë për fazën e grumbullimit tani, mendoj se ai do të thirret si lojtar, por nuk besoj që është në planet e startimit të ndeshjes. Pra nuk e shoh si një lojtar që do ta fillojë ndeshjen nga fillimi. Unë mendoj, jam i sigurt që do të ketë minuta. Nuk besoj se do ta bëj atë gabim pavarësisht se si do të shkojë rezultati i ndeshjes, por mendoj që do t'i japi shansin për treguar ato vlera që ai ka treguar në kampionatin turk në formën më të mirë. Edhe nuk ka se si të mos ia japi shansin, por jam edhe i këtij mendimi që nuk ka për ta filluar, në gjykimin tim nuk ka për ta filluar nga fillimi. Po flasim gjithmonë për Ernest Muçin. Është një lojtar i cili është shumë inaçor, Është një tip lojtari i cili është dhe pak i brisht. Muçi kërkon gjithmonë një motiv për të shënuar, kërkon dhe gjithmonë një motiv për të bërë diçka ekstra. Po flasim një lojtar i cili në kohën e tij kur ishte në Poloni, shënonte një super gol kundër Aston Villës, shënonte një super gol kundër një ekipi të madh dhe më pas për 5 ndeshje të tjera nuk realizonte me gol. Pra vetkënaqet shumë shpejt. Po sikur ky mos takimi i Silvinjos të jetë një plan kurthi, apo të jetë një plan për ta bërë të lojtar që do të rbohet akoma më shumë përpara se të vijë ndeshja, përpara se të vijë stërvitja. Pra të japi maksimumin e vetes dhe kur të vijë në stërvitje, të ketë atë inati brenda vetes se tregoj maksimumin e tij për ta marrë atë vend titullari. Dhe në fund Ernest Muçi tani si titullar ndeshën me Poloninë. Dhe pse jo të shënojë edhe një gol? A mund të jetë kjo edhe kjo një plan kurthi që Silvinjo, duke parë natyrën e këtij lojtari, ka shkuar enkas, e ka parë në stadium, po nuk e ka takuar, duke ditur që ky mos takim do ta tërbojë këtë njerëz,
sepse në të kaluarën kemi pasur dy raste mondi që edhe ty do të kujtohen. Pjesa kur Muçi ka shënuar gol kundër ish trajnerit Legës Varshavës, që kishte marrë një ekip tjetër në elit, dhe pasi shënoi gol Muçi, ka shkuar dhe ka sharë në gjuhën shqipe. Ai shumë ishte i mllefosur nga ajo gjë. Dhe në Turqi ka ndodhur po një situatë ku një trajner i një ekipi i cili kishte thënë që do të bëj gjithçka që Muçi të mos shënoj gol, pasi Muçi shënoi gol, ka shkuar dhe ka festuar duke thënë tani po shoh qepe sepse unë shënova gol. Pra po flasim për një lojtar i cili është ky lloj tipi. A mund të jetë kjo një skem kurthi e Silvinjos, jo vetëm për Polonin, por edhe për vetë Ernest Muçin, për ta bërë të lojtar që të ndizet? Atëherë, nëse kjo do të jetë e vërtet, domethënë që mesazhi që ka dhënë Silvinjo ose më saktë fakti që ka shkuar dhe nuk e ka takuar, dhe do të dalin në këtë strategji kaq të hollësishme, kjo do ishte domethënë do tregonte për mua do ishte Silvinjo një strateg i madh, domethënë në gjetjen e detajeve të vogla. Sidomos se Muçi do të bënte gol. Muçi do të bënte gol, do t'i thoshte do të bënte, qoftë edhe me shenjë. Por do ishte, domethënë, kjo do ishte një pjesë strategjie shumë e bukur domethënë. Duket si fantazi, por mund të ishte një strategji shumë e bukur, duke pasur parasysh sepse ndoshta trajnerët e kombëtarës kanë përshtypjen që kanë dhe gjithë informacionin dhe të gjitha për gjithë lojtarët të detajuar. Në një farë mënyrë Silvinjo i kërkojnë këto gjëra të veçanta ke lojtarët. Do thënë në një farë mënyrë Silvinjo ka marrë përgjegjësinë mbi vete që thotë më mirë Muçi të bëj golet, më shaj mua aty. Kjo është më mirë fakt. Jam i sigurt që edhe po ta pyesë që je dakord të shaj Muçi nëse do firmosen kontratë. Po më mirë bëj gol thoshte. Edhe të fitojmë dhe le të më shaj. Jo në Shqip, edhe në italisht. Në gjithë gjuhët e botës. Në gjithë gjuhët e botës vetëm ta fitoj. Vetëm ta fitoj. Sepse normal të gjitha gjërat janë të lidhura dhe Silvinjo përveç se në gjithë shqiptarëve, po dhe Silvinjo është ai që përfiton shumë nga një fitore me Polonin apo dhe më lart. Po e ndjen këtë lloj ambienti se ndonjë njeriu e ndjen. Qore vëlla, jemi gati për ta fituar këtë ndeshje. Jemi gati për të konkuruar në këtë lloj niveli. Ti e ndjen atmosferën, a është Shqipëria gati? A është Shqipëria gati për të bërë një gjë kaq të madhe? Gati nuk po them thjesht në kuptimin e dëmtimeve, sepse nëse ti shikon në të kaluarën, Shqipëria nuk ka qenë kurrë mirë. Nëse në kombëtare të tjera merren lojtarët të cilët kanë më shumë minuta aktivizimi, tek ne ndodhe kundërta. Lojtarët që kanë më pak minuta aktivizimi gjejnë mundësinë që nëpërmjet kombëtares të marrin më shumë minuta klubet e tyre. Dhe duke nisur që nga ylli jon Armando Broja. Armando Broja vjen në Shqipëri për të marrë minuta me kombëtarin që të kapi ekipin e Premier League. Ndim Bajrami vjen në Shqipëri për të marrë minuta që të kapi ekipin e Tiskoci. Pra këtu ndodhe kundërta, por edhe duke ndodhur kjo e kundërt, kjo Shqipëri prapë ka bërë të arritje historike. Në fakt, në futboll ka dy gjëra. Duhet të jesh edhe realist, por duhet të jesh edhe optimist. Nëse do flisnim vetëm me realizëm, pra do të shikonim gjërat më konkrete, në detaje, do të ishte ajo që do të thuash që nuk jemi ndoshta gati sepse me këta lojtarë që nuk kanë këtë qëndrueshmëri dhe nuk janë në elitën e të gjitha klubeve, atëherë jemi realistë dhe themi shikoj ndoshta si jemi gati akoma. Është dëshira, duhet të tentojmë, por duhet të tentojmë, ndërsa nëse duhet të flasim me optimizëm, pastaj ne duhet të themi që shikoj Shqipëria e meriton, ne të gjithë jemi të karikuar, jo vetëm lojtarët, por dhe ne si tifoza e duam dhe shpresojmë, por duam ta fitojmë me patjetër. Të frikson ai stadium atje në Poloni? Po normalisht ata janë të avantazhuar. Janë në stadiumin e tyre. Kanë lojtarë të mëdhenj, lojtarë që janë akoma në superform që kanë minutazhin totalisht të plot, domethënë qoftë Lewandowski, qoftë Zielinski që po bëjnë shumë mirë në klubet e tyre, domethënë si ke Barcelona, si ke Interi, që janë në superform, që janë një zinxhir lojtarë që të fikin derën, i thon fjalën popullore në çdo sekond, pra mjafton që një sekond ta humbasësh nga vëmendja Lewandowskin apo Zielinski, domethënë ti mund të psosh në momentin që ti pson ne si jemi ekipe që jemi shumë të forta në përmbysje. Jo se nuk kemi bërë, por nuk është se dallohemi për përmbysje. Strategjia e ekipit ton është që ne fillimisht të mbrojemi mirë. Unë mendoj që atë do bëjmë. Pra mendoj që ne do luajmë me dy tablo. Në pjesën e parë besoj do të fokusojmë një lojë mbrojtëse shumë korrekte, edhe duke u bazuar ke kundërsulmit, ke kundërsulmet e shpejta, domethënë ke gafat, ke tranzicioni i shpejt që do ta interpretojë skuadra jon, dhe pjesën e dytë pastaj kanë përshtypjen që do provojnë të gjitha armët e forta, domethënë që nga Muçi, të gjithë lojtarët që janë në formë, që do të jepet mundësia. A mund ta bënte një befasi Silvinjo për shembull që të gjithë mendojnë edhe vetë polakë ndoshta që Shqipëria do jetë ajo e cila do mbrohet gjithë kohës së minutat e para, në 30 minutat e para. A mund të shkojë Silvinjo në një aventurë të befasishme që të sulmoj lart në pressing në minutat e para për të përfituar në ndonjë gabim të kundërshtarit? Për të dalë në kundër skem. Që do të luajmë me këtë. Sepse kjo është ajo që ne folëm më pak më parë para këtij transmetimi, që futbolli është një farë loje shall.
dhe ti mund t'i dalësh dy lëvizje para kundërshtarit, qoftë me një bllok që ti bën. Apo nuk mendon se është koha për dozë bllofin? Unë kam përshtypjen që Silvinjo do ndjeki strategjinë e tij. Domethënë në fillim do të studioj lojën, do të shikoj se si do shkoj. Domethënë si do të jetë panorama e lojës, pra do të sulmojnë shumë fort, do të jenë shumë para, domethënë në hapësirën në avantazhin territorial, do të shikoj kush do ta ketë avantazhin territorial të fushës, domethënë në atë ndeshje, edhe pastaj duke parë edhe ato dobësit, apo edhe duke përfituar qoftë në një gabim i rasti siç na ndodhi në rastin me Italinë, që bën gol brenda pak minutave sapo filloi loja, por këto janë rastësi. Dhe asnjëherë s'mund të thuash që në futboll nuk ndodhin, sepse ja që ndodhin. Futbolli këtë është, prandaj është i bukur sepse ka dhe pjesën e fatit, ka dhe mjafton një gabim i vogël i një mbrojtësi që mund të jetë me shumë emër, një mbrojtësi që mund të jetë, ore s'ka gabuar asnjëherë, mjafton një gabim, një pasim i gabuar, pra i kemi të gjitha shanset për të luajtur, por në strategjinë, në mendjen e Silvinjos mendoj që do të jetë një lojë, po themi, do nisim e balancuar, do nisi e kujdesshme edhe pastaj me mekanizmat duke luajtur qoftë nga krah, domethënë me vertikalizimet, duke interpretuar mirë tranzicionin pozitiv. Dhe unë mendoj dhe po e përsëris që ajo skuadër në këtë ndeshje unë e shoh kështu, ajo skuadër që do interpretojë më mirë tranzicionin pozitiv, pra në momentin që kap topin kundër sulmon, do të dalë shpejt qoftë nga krah, qoftë në vertikalizime me topa të gjatë, ajo do të ketë edhe avantazhin për të shnuar e para. Pra, kush vendos se do jetë tresha jon sulmuese? Tani, tham që ndoshta Silvinjo do të jetë i kujdesshëm në fazën mbrojtëse. Aktivizimi i brojës, tani se nëse deri para pak ditësh thoshim që broja s'ka shanse që të jetë. Po. Tani fakti që filloi stërvitjen, aktivizohet, mori pak minuta, nuk e dim se si do të ndryshoj këto raportet, sepse varet nga vlerësimi dhe nga koeficienti që ai ka për brojën. Por unë e shoh që në fazën sulmuese, domethënë Nedim Bajrami është akoma që është në një formë jo në maksimumin e tij, por është mirë. Kemi Uzunin që besoj do të jetë treshja sulmuese, edhe Reimanaj, sepse unë isha për Taulant Seferin, duke qenë se ai ka karakteristika mbrojtëse, por nuk besoj që do të ketë është dyshim, është thënë që mund të thirret, po nuk dihet sepse siç e thash, akoma nuk ka shkuar ftesat, ë. Nëse do e thrasi, kam përshtypjen që ai do të luftojë me armët mbrojtëse në fillim, pra edhe pse sulmues, Taulant Seferi është nga lojtarët sulmues që mbrohen më shumë. Okej, tani shkoj, i fillojmë pak gjërat me radhë, po flisë fillim për Armando Brojan. Po. Për mua personalisht, Armando Broja është ndeshja e parë ku ai nuk vjen në Shqipëri me stofin e yllit. Kjo është ndeshja e parë që ai ka humbur stofin e yllit. Për herë të parë Armando Broja do vijë si një nga 25 lojtarë apo 24 lojtarë, sa do thirren. Sepse ka atë stofë ka marrë sot Ernest Muçi dhe tifozët janë lodhur duke pritur se kur do të vijë ky lojtar prapë në formën që ka qenë dikur. Ky lojtar nuk po kthehet ashtu siç të gjithë e mendonin. Tani është pyetje edhe hipoteza që unë ngri në mendje që mos ndoshta kjo lloj gjëje që për herë të parë Armando Broja do të vite Shqipëria me stofin e një lojtari të zakonshëm, mund ta bëjë atë që të shpërthej në ato yllin që ne gjithë prisnim? Shiko, në fakt, duke hequr presionin nga vetja? Në fakt kjo do të jetë gjëja më pozitive, nëse Broja do ta ketë kuptuar, pra do të ketë marrë gjithë leksionin. Besoj se ka marrë, ka kuptuar dhe ai që njerëzit janë ndodhur, nuk është ai që pretendon, nuk është ai, pra nuk Broja që ngrej njerëzit në stadium. Futet në fusë ai që pretendon, po duhet vit futet një lojtar që të punojë, që të shkrihet me ekipin dhe të japë maksimumin e tij. Dhe nëse ai do ta bëj, ai vërtet ka për të bërë ylli i kombëtarëve dhe vërtet mund na nderoj, vërtet mund bëj gjëra shumë të mira. Ai ndjen ti këtë gjë pra që kjo është era e parë e Brojës. Kjo mund të jetë një shkëndij shumë e fortë për Brojën, që të japi një mesazh që shiko, ne po të besojmë dhe pse ti nuk je ai ylli që pretendon, por që ti mund na japësh atë që ti ke, sepse realisht ai ka shumë bagazh, por janë këto gjërat që nuk ka kënë lejuar që ta shprehë. Pra mendoj që ai ka shumë cilësi dhe nëse ai do bëhet pjesë ingranazh i ekipit, pra do të shkrihet me ekipin. Nuk do të jetë më ai lojtari që thjesht thotë kërkon vëmendjen e të gjithëve, po do të jetë punëtor dhe do të japi maksimumin. Unë jam i sigurt që mund të jetë ky Chelsea i fitores tonë. Me Armando Broja mund të fitojmë në Poloni. Po, bile unë e shoh, prandaj thashë, nuk mund të përcaktoj nëse do të jetë nga fillimi apo do të jetë si alternativë, sepse kjo varet gjithmonë nga koncepti i tij, por faktin gjithmonë duke u besuar. Një Armando Broja në super formë mund të shkruajë në një farë mënyrë mbrojtëse të kampionat. Armando Broja i këtij momenti do të thoja unë është më i vlefshëm se ai Armando Broja i para.
I superformës. Pra i superformës që neve Për thoshim shkak të broja, kokës më të broja, ftohtë, broja, për broja, faktin broja. se është më pjesë e Unë them që ekipit. do të jetë më shumë produktiv në ekip. Në këtë moment. Po. E kupton? Se sa atëherë kur vinte dhe thoshte unë jam ylli, më shikoni, edhe gjithë mbajni kamerat ke unë. Po, nëse flasim për strukturën e këtij njeriu, nëse flasim për faktin e këtij shpërthimi që ka ky lojtar, mua më duket sikur është diçka që ndodh shumë rrallë në botën e futbollit. Më duket sikur bota e futbollit ndoshta mund të prodhoj futbollistë të tillë një herë në 5 vite, që të ketë një lojtar kaq i gjatë në strukturën e tij dhe të ketë një shpërthim kaq të madh dhe kaq dinamik. Broja ka një shpërthim shumë të madh në pjesën e vrapimit. Edhe vetë në Angli e vlerësonin shumë atëherë për këtë gjë. A është kaq e rrallë kjo që ndodhi vërtet që një futbollist me këtë strukturë, me këtë lloj gjatësie, të ketë këtë lloj shpërthimi dhe këtë lloj aftësie? Kjo është vërtet e rrallë. Domethënë pra lojtarët me shtatësi të madhe domethënë nuk është se dallojnë për këto cilësi që i ka broja. Dhe i kanë pas shumë pak lojtarë në botë domethënë këto lloj cilësisë. Por problemi është që broja nuk ka ditur t'i menaxhojë dhe t'i interpretojë si duhet në ekipet ku ka qenë, sepse ndoshta ka qenë ky problemi që e kemi diskutuar edhe herë më parë, që ka qenë që u fry aq shumë nga mediat saqë ai kujtoi se s'kishte nevojë më as të vraponte, as të bëhej pjesë e ekipit, as tregonte atë potencialin e vet, por nëse ai e ka kuptuar që të bëhesh ai ylli që ai ëndërron, ai lojtari aq i madh, duhet që fillimisht të jesh punëtor. Edhe të gjithë të gjërat i kapësh me rezultate. I kapësh me gola, i kapësh me formë të mirë fizike, i kapësh me minutazh, edhe vetëm kështu mund të bëhesh yll. Dhe për mua broja i ka cilësitë për të bërë yll. Por të shohim se si do të menaxhoj veten ai, edhe trajnerët që do ta. Shiko, kur kanë dalë këta kanë qenë të dy futbollistë e Shqipërisë 1-1, si Armando Broja, si Ernest Muçi. Të gjithë kemi pasur shpresat më përpara të kjo dyshe. Kaluan kohët dhe kur ishte mirë Armando Broja nuk ishte mirë Ernest Muçi. Kur ishte mirë Ernest Muçi nuk ishte mirë Armando Broja. Tani në këtë moment, a mund të jetë ky momenti ku këta të dy futbollistë të bashkojnë fuqitë për të bërë atë goditjen e madhe? Ernest Muçi dhe Armando Broja. Si dikur, siç e mendonin tifozët. Për mua do të ishte një kombinim i mirë, domethënë midis kësaj dyshe, sepse kanë karakteristika pak të ndryshme që luajnë në pozicione të ndryshme, domethënë Muçi qoftë nga krau kur niset nga krau i majt apo kur luan pas sulmuesit, por shumë i rrezikshëm në dribblim dhe me goditjet e tjera me cilat ka realizuar shumë gola. Edhe unë Brojen më shumë do ta shihja si sulmues qendre, si një nanç, pra më shumë se sa si një sulmues krau që ka luajtur shpesh herë dhe çfarë bënte? Shkonte në fundore, mbante topin, vonoje atje ose humbiste shpesh apo shpërdoronte po themi të gjitha ato aksione me ikrosim. Pra ne broja s'na duhet për krosime. Ne broja na duhet në qendër për finalizim. Ne broja na duhet për të bërë atë finale dhe të marrim golin. E kupton? Pra kjo është koncepti im për këta dy lojtarë. Dhe jam i sigurt që do të jetë kjo ndeshje do të jetë që do t'i ketë të dy në fushë. Se sa minuta nuk mund ta them me siguri, por jam i sigurt që do t'i shohim të dy në fushë. Okej, ne urojmë sigurisht që të jetë kjo ndeshje ku Armando Broja dhe Ernest Muçi të bashkojnë fuqitë e tyre. Ndërkohë një gjë tjetër e veçantë është fakti që Shqipëria do të luajë dhe me një fanellë të re në këtë lloj takimi kundër Polonisë. Është një fanellë ku është miksuar pjesa e traditës tonë dhe pjesa e modernes. Dhe kam parë në Twitter, ishte një gazetar portugez shumë i njohur, Leonardo Bertozzi, i cili kishte bërë një postim ku vlerësonte maksimalisht pjesën e dizenjimit të kësaj fanelle të Shqipërisë, duke thënë që shikoni thamë ndroqi shumë mendje kjo fanellë sa e bukur e Shqipërisë. E kishte marrë shumë viralitet, shpërndarje, komente, madje shumë njerëz po e njihnin Shqipërinë vetëm nga fanella e re tani, duke pyetur që okay, kjo Shqipëria ka lojtar kaq të njohur, çfarë tradite ka në futboll. Pra ka ende njerëz në shtete ndryshme të cilët nuk e njohin Shqipërinë në pjesën e futbollit, pavarësisht gjithë këtyre hapave që ne kemi bërë, ose më saktë nuk njohin Shqipërinë me lojtar të caktuar, që kjo do të thotë që kohët kanë kaluar, por Shqipëria akoma nuk e ka një yll. Pavarësisht se ne kemi ngritur dhe ngrem shumë futbollistë, që në sy tan duken si yje, por një yll botëror Shqipëria nuk e ka akoma. Pjesa e fanellës do doja një koment nga ana jote. Atëherë fanellat normal Macroni ka këtë të veçantën e vet, sepse un kam edhe pak njëojë dhe një fillim se Macroni në fillimet e veta e ka sjell një miku im këtu në Shqipëri, po përmend emrin për etik, por e ka sjell një miku im dhe më tha fakti që kombëtarja e ndryshoi nga një fanell tjetër, domethënë që ishte një para Macronit, shkoi ke Macroni, ishte se Macroni përveç cilësisë kishte edhe këtë që të lejonte shumë të bëje dizenjime apo të vendosje reklama apo gjëra domethënë të shkruara
në fanellë. Ndërkohë që disa, për shembull Adidas apo këto nuk është se të lejojnë të ngarkosh shumë, mund të lejojnë vetëm sponsorin apo diçka, por nuk të lejojnë që të ngarkosh shumë në detaj. Ndërkohë që Macroni ta jep këtë, por përveç sa të jep edhe këtë cilësinë, sepse lexova edhe për sa i përket përbërjes materialit, domethënë që ka shumë avantazhe këto uniforma të reja, që ishte njëra e kuqe, një e bardhë dhe një e zezë. Në fakt nga historiku, me sa më kujtohet mua, ne më shumë fat kemi pasur me fanellën e bardhë, por gjithsesi më duket se këtë radhë në Poloni do të kemi me uniformën e zezë. Fanella e zezë ka shumë mundësi. Edhe fanella e zezë, prapë unë mendoj që do të na japë atë shansin e vet, por dhe ne do të ndihemi krenar dhe të gjithë lojtarët domthonë do ta ndiejnë këtë, po themi, prezencën që t'jep edhe fanella. Ka dhe ajo rëndësinë e vet, nuk është se është e parëndësishme, dhe ka dhe ajo rëndësinë e vet, por jo se është fanella ajo që ta jep fitoren, por të jep prezencën. Është prezenca sigurisht. Se përket ndeshjes tjetër, Suedi-Ukrainë do të kemi gjithmonë një sy dhe aty, nëse ne do të fitojmë sigurisht. Kush do të ishte kundërshtari jot i preferuar për finale? Ku mendon se mund ta kishim pak më të lehtë? Ukraina, e cila është një kombëtar e cila është më grup, ashtu si Shqipëria, apo Suedia që ka një dy emra individual shumë mirë? Në fakt unë do preferoja më shumë Suedin, sepse domethënë futbolli i sotshëm pavarësisht emrave ka ardhur më shumë ke fryma e grupit. Pra ato ekipe që kanë frymën e grupit më të lartë se sa individët kanë më shumë shanse për fitore. Dhe ajo që dhe unë uroj, dhe në ndeshjen jo vetëm me Suedinë nëse do na bjeri, por edhe me Poloninë, dua që fryma e grupit të jetë kryesorja, pra baza e kombëtarës tonë të jetë fryma e grupit, sepse nëse do kujtojmë themi kur kemi arritur në 2016 në Europianin e 2016-s, ne kemi arritur me frymë grupi, sepse kishim një lider si Lorik Cana, edhe kishim këto lojtarët kosovar, domethënë si Abrashi, mos gaboj, Abrashi, Lenjani, Xhaka, që ishin, domethënë ndoshta nuk e kishin cilësinë dhe kualitetin e lojtarëve të sotëm. Jo me jo të themi largësi të mëdha, distanca të mëdha. Me element të vegjël, ndoshta nuk e kishin, por ama ata kishin atë frymë grupi dhe atë dëshirë dhe atë karakter që tregonin që vërtet futbolli për ne është diferencën me kundërshtarin shumë. Okej, dhe për ta mbyllur Mondi dhe një pyetje të fundit. Nëse Shqipëria shkon në botror, imagjino pak çfarë skene do të ishte në Tiranë, sepse dihet që ndeshjet do të luhen në orën 2 të mëngjesit, 4 të mëngjesit. A do të kishte njerëz zgjuar deri në 4 të mëngjesit që do vinin nëpër lokalet e Tiranës? Të gjitha sheshet do ishin plot dhe lokalet plot. Edhe shtëpiat me drita të ndezur. Do bëhet skene e bukur thua. Po, do të ishte shumë gjë e bukur, shumë e rrallë. Shqipëria nuk do të flinte për hir të kombëtares. Jo, absolutisht. Është sigurt. Absolutisht. Madje jo vetëm meshkuj, por edhe femrat jam i sigurt që do të shikonin. Okej, urojmë shumë. Miq të Koha Shtesë, kjo ishte intervista me Edmond Hidden, specialist futbolli, përpara ndeshjes Shqipëri-Poloni. Siç e përsëritëm më parë, të premten do të mbrinë ftesat e Silvinjës për lojtarët dhe në ditën e ëndë trajneri i Shqipërisë do të jetë një konferencë shtypi ku do të tregojë gjithë emrat e thirrur për të takime Poloninë. Ne urojmë shumë që Shqipëria të marrë rezultatin maksimal dhe të kemi një finale të madhe për në botror, për ëndrrën e botrorit, pak rëndësi ka se me Suedinë apo me Ukrainën, e rëndësishme është që Shqipëria të jetë aty. Duke i uruar për falënderimet tona për faktin që na keni ndjekur, do të jemi sërish në emisionet tona të radhës.